100.000 vetë kanë dalë të përshëndesin dhe të përcjellin për në banesën e përhershme të tokës Mëm, eshtrat e Abdylit dhe të Naimit. E gjithë jeta e vëllezërve prashëri ka qenë një jetë që nuk njohu as pushim, as lodhje. Ata punuan dhe krijuan shumë për këtë tokë, për këtë popull që sot i nderon me respekt të thellë. Gjithmonë partia ka nderuar me respekt të thellë luftën burrërore të parëve tanë. Gjithmonë partia ata i ka ngritur në pjedestalin e nderit. Ja, pranë arkivoleve të vëllezërve prashëri, shoku Enver dhe udhëheqësit e tjerë të partisë dhe të shtetit nderojnë kujtimin e tyre. Kandidati i Byros Politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe sekretari i parë i Komitetit Partisë të Rrethit të Tiranës, Simon Stefani, hapi mitingun dhe e jep fjalën antarit të Byros Politike dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Mehmet Shehu. Shokë e shoqe, të dashur vëllezër dhe motra, qytetarë të Tiranës, dita e sotme është një ditë e shënuar për popullin shqiptar, për ne që banojmë në trullin e dashur të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe për vëllezërit tanë shqiptar për te i kufive të Adheut. Me rastin e jubileut të 100 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, ne u dërgojmë urimet tona të zjarta gjithë vëllezërve tanë shqiptar në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi dhe në gjithë visjet e tjera, kudo që jetojnë. Pas gati një shekulli në dhe të huaj, tash, në jubileun e madh të 100 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, eshtrat e njerit prej bijve më të lavdishëm të popullit shqiptar, të patriotit e luftëtarit të madh Abdyl Frashërit, u sollën dhe do të prehen përgjithmonë në tokën e lirë e të lullëzuar të nëmës Shqipërisë, në tokën tonë të shenjtë, këtu në kryeqytetin e Adheut tonë, bashkë me eshtrat e poetit të madh, patriotit zëmërzjarë, bilbilit të Shqipërisë, Naimit Padekshëm. Poezin e ka përnder dhe për detyrë që t'i respektojnë në shkallën më të lartë rilindazit tanë të lavdishëm që bën aq shumë për lirinë e popullit e të Adheut, për të cilët shkëlqejnë si hyje të zjarë e të pashuar vëllezërit Frashëri, Abdyli, Naimi dhe Samiu. Partia e Punës e Shqipërisë është bartësja besnike e flamurit të rilindasve, edhe është ajo që ngriti këtë flamur në majat më të larta, në betejat e përgjakshme të epopes më të lavdishme të popullit shqiptar,
në luftën naskëtare e revolucionin popullor për shlirimin e ateut nga çdo zgjedhje shtypje dhe tash në luftën e pashembull në rrethim e në blokadë për ndërtimin e socializmit e komunizmit. Mbasi vlerësoi veprën e vëllezërve Frashëri dhe gjithë epokën e rilindjes, shoku Mehmet Shehu tha: Historia e popullit ton është historia e luftrave të tij shekullore, të pandërprera kundër armiqve të egër e të pamërshishëm, që e kanë shtypur e shfrytzuar, e kanë vrarë e masakruar në orvatjet e tyre për ta nënshtruar e për ta zhdukur si popull e si kombë. Por armiqt kur nuk kanë mundur që arrijnë qëllimit të tyre gjallëzor. Në zjarrin e këtyre luftrave janë primosur to virtyte të larta morale të popullit ton, ato tradita luftarake revolucionare, të cilat e kanë bërë të pamposhëm populli shqiptar dhe kanë ngjallur e ushqyer simpatin e respektin e gjithë njerëzve liridashës e përparimtar të botës për popullin shqiptar dhe adeun e tij. Partia jone e punës, këto tradita patriotike, luftarake dhe revolucionare të të parëve tanë, i ka shkrirë në një të vetme në patriotizmin socialist, që është bërë një armë fuqishme për edukimin e brezit të sotëm dhe të brezave të ardhshëm në luftën për lullëzimin e pandërprerë dhe mbrojtjen e adeut ton socialist, për të mposhtur me heroizëm çdo armik, çdo rrethim e blokadë, për të mbajtur gjithmonë lart emrin dhe dignitetin revolucionar të popullit shqiptar, të Partisë së Punës së Shqipërisë e të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Lavdi kushtetarëve dhe herojve që shkrini jetën e derdhën gjakun për nënën Shqipëri dhe për të mirën e popullit shqiptar. Lavdi kujtimit të përjetshëm të Abdyl Frashërit e Naim Frashërit, rrof të popullin heroik ndërtues i socializmit, rrof të partia jone lavdishme dhe udhëheqësi i dashur i partisë e i popullit tonë Shokon Hoxha, lavdi marksizëm leninizmi. Shoku Enver takohet me veteranë dhe prindër të shmorësh. Janë takime të ngrohta, mbushur plot emocion. Partia gjithmonë ka kuvenduar gjumë me popullin, në ditë të mira e të vështira. Ky është lejtmotivi ynë, si një trup i vetëm, një e të pandar. Qaste emocionante, kortezhi me eshtrat e shtrenjta të patriotëve të shquar, niset për në kodrat e bukura të Tiranës. Me mira vetë kanë dalë t'i presin, t'i nderojnë, t'i rrethojnë e t'i përcjellin me respekt të pafund për në banesën e fundit, në tokën e shtrenjtë, që aq shumë e deshën, e aq shumë i deshin.